Të lutem apo matës sot fatkeqësisht sot respekti nuk është mo asnjë pikë real. Asnjë pikë real nuk është respekti. Ti vlerësohesh çka ki, nuk vlerësohesh se çka bën edhe çka ofron. Ti vlerësohesh çka ki. Ki parë, ki kerr, ki respekt. Si parë, s'ki kerr, s'ki respekt. Çikaç. Pra ka humb edhe respekti sa i përket. E ki pas shpinë e mirë ta ka një qike, e ki pas burrin e mirë në familjes pasanike ta ka një qike. Qytetit sot apo matet me vetura luksoze dhe sepse edhe frashëri dhe pyetjem e thash në Arnesë nderuame, edhe para luftës, edhe mbas luftës në Kosovë jemi si popull shumë është i mirë, për krejt të japin suksesin s'ta japin. Çdo këngë. Ti nëse je fenomenal, e tha dhe Arta shumë mirë, edhe kolegu e tha shumë mirë, që në Kosovë nuk vlerësohet njeri me një CV mirë, me shkollë, me diçka profesionale. Edhe para luftës ka ndodhur një pjesë e femna po foli, që nëse ne ka pas një njeri pares, as e ka qyra është hajna, është fajdegjia, është qadush, ju ka avit nga. Edhe para, po edhe mbas. Po ajo është një pjesë tepër e vogël. Po shoqëria në Kosovë, po flitë shumë qartë, vlerësohet mbas pareve, mbas kerë, mbas veshë. Sot asnjë njeri nuk e ngus një femër nëse senje, nëse nuk ja gjen rrethën. Edhe femna sot është qysh nuk e ngus? Që tha ky mundet mu e të po s'po du se tani po jenë shumë fellë taj, no, si do qoftë. Veç pak. Sot për me njoft një njeri, veç ja merë emnin mbi emnin, edhe nëse ka rrjete sociale, pa i dal, i njofshëm dikush, edhe e din me njerë. Edhe si të din, X, Y, s'po du me përmene, emna dhe s'du të përmene, nëse një njeri, qoftë mashë, që feme, don me pas qift anasillas, e zbolon mrena 10-15 minuta kush është, a ka pare, çfarë niveli është, edhe ja këshirë vetëm paret dhe gjipin. E ta shumë mirë Arta, që këtu nuk respektohet njeriu me vlera, me CV-a, por respektohet pareja dhe gjipi dhe veshat. Këto jemi okej, dhe ku po del. Dhe ato femra mujnë, në çdo formë tjetër, mujnë me përcjell me shoqeve dhe shokëve, kushta edhe mu ju afru një farforme. Se sot kërkonin me zërë se shtin me bukë. Kur gjo, është me vullnet lirë. Edhe që aty, është që këtë fenomenet që qëta do të me luftu fenomenin. E kom thonë, edhe të jo dhe që këndje, do të me luftu fenomenin o vlasë shkum njerëzit poshtë. Kush nuk po e pranon